Ekipi flamurtarit në basketbol për femra ka arritur një fitore të rëndësishme në përballje me Partizanin, një nga rivalet kryesore në garën për titullin kampion. Ndeshja u zhvillua në transfert dhe përfundoi me rezultatin 61-70 në favor të vajzave vlonjate, të cilat po tregojnë një formë të qëndrueshme në këtë fillim sezoni të ri. Sfida mes dy skuadrave rivale ishte e luftuar për gjatë gjithë takimit me një ritëm të lartë dhe ndryshime të shpeshta në rezultat. Flamurtari në basketbol për femra arriti të dominojë në periudhat vendimtare të takimit, duke shfrytëzuar efikasitetin në sulm, por edhe organizimin në mbrojtje. Performanca e ekipit vlonjat u shoqërua gjithashtu edhe me pik performanca të mira nga lojtaret, si një lojë mjaft e mirë në sulm dhe mbrojtje në momentet e fundit të takimit, e cila bëri të ketë diferencë në rezultat. Kjo fitore vjen pas një serie rezultatesh pozitive për flamurtarin, i cili ka treguar stabilitet dhe kualitet në lojë. Skuadra tashmë kryeson renditjen e kampionatit kombëtar të basketbollit për femra, duke forcuar pozitat si pretendente kryesore për titullin kampion. Flamurtari vin pas dy fitoreve të tjera të marra përpara Partizanit me Studentin dhe Tiranën, por tashmë një fitore e tretë në kampionat me Partizanin, dy prej pretendenteve të saj kryesore me Tiranën, e bën atë që të shihet në krye të kësaj renditje. Ndërkohë për flamurtarin, kjo fitore ka edhe një vlerë morale, pasi vjen ndaj një rivali tradicional si Partizani, me të cilin ndeshjet kanë qenë gjithmonë në vështirësi sportive. Me këtë rezultat, vajzat vlonjate e shohin veten në krye të tabelës dhe synojnë të vazhdojnë gjatë me të njëjtin intensitet të lojës, pa humbje edhe në javët e ardhshme të kampionatit.